Në këtë dunja ka mashtrime, ka gënjeshtar, ka njerëz të ligë, ka mashtrues, ka hipokrit, ka njerëz që nuk dojnë, tentojnë me të bëu keq. Çfarë do bësh karshi këtë realitetit? Do të vajtosh, të tosh një mirime, të kërkosh një jetë utopike ku s'ka njerëz të ligë të këqij, në dunja nuk është ajo. Mi sipërfaqe tokës nuk është ajo, është dikun tjetër. Andaj kuptoj jetën kështu. Jeta është e tillë që i bën mirë njerëzve, nuk ta kthej me të mirë. Kuptoj kështu dhe vazhdo me bë mirë. Nëse mos mirënjohja e njerëzve të kthen në koprac që nuk jep, të kthen në të mbyllur që nuk ndihmon, e ka humbur betejën. Është dash me njoh jetën se ndihmon e nuk ta di njerëz. Sprish punë, vazhdojmë tutje. Qëllimi nuk është njeriu. Qëllimi nuk është fama, qëllimi është Allahu Azza wa Jall. Natyra e është e tillë. Të vdes i dashuri, të vdes miku. Sa njerëz dorëzohen pastaj kur marrin lajmin se ka vdek dikush nga të afërmit e tij, nga shok, nga miq, nga shoqet e kështu me radhë. Është të mërzitur. Po si ti jetoj tashmë? Nuk kam mëne shpresë për jetë. E gjenë të thyer, dorëzuar, i themi mos e humb betejën. Të nderuar, në luftën e Uhudit, kur përhap lajmi se ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, disa nga shokët i u thyen. Harruan se në këtë jetë edhe pejgamberi vritet. Harruan këtë. Dhe u dorëzuan. Pra ty në kaloi një tjetër që kështë kuptuar i të ndryshe, e tha, pse jeni ullur? Në ka vdek pejgamberi. Për çka të luftoj mo? Çfarë kuptimi ka jeta pa tema? Çfarë tha ky burri pjekur, Anas ibn Nadhr? Nëse ai ka vdek, tha ngrituni, vdesni edhe ju për atë që ai vdiq. Me rëndësi kauza ka mbet, sikur që tha Abu Bekri, radiallahu anhu. Kush e ka adhuru Muhammedin, ka vdek Muhammedi. Nëse ke qenë ilur me njeri, ke adhuru njeri, ke jetu për njeri, shkon së bashku me njerin. O men kani ya'budullah, nërsa ai që Allah në adhuron, Allah është i gjallë, nuk vdes kur, gjithmonë ke arsye, gjithmonë ke motiv, ke ambicie për të vazhduar tutje. Kjo është jeta. Vdes i dashuri, smoresh. Njerëz të më smirë njohës. Çfarë do bësh? Dorëzohesh? Jo, më dorëzo. Njihe jetën kështu, kjo pozicion i duhur. Nuk mund të futesh në fushë betej pa këtë armë, pa këtë kuptim të rëndësishëm që ka të bëjë me natyrën e kësaj jete. Dhe Allahu flet shpesh në Kur'an për natyrën e kësaj jete. Flet Allahu për natyrën e njeriut, për anën e tij të errët, që mund të jetë mashtrues, mos mirënjohës. Njeriu ndaj Allahut është mos mirënjohës, jo ndaj teje, ndaj mia, ndaj tij. E kuptoj drejt këtë. Që kjo të në fuqinë e lan për të vazhduar, jo në gjynxim dhe dorëzim.